Trump mbyll derën për Green Card nga brenda SBA-s. Emigrantët detyrohen të aplikojnë nga vendet e origjinës. Administrata e Donald Trump po shpërson ndjeshëm politikat e emigracionit, duke ndryshuar rregullat për aplikimet për Green Card në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas rregullores së re, personat që kërkojnë rezidencë të përhershme nuk do të mund të aplikojnë më lehtësisht nga brenda SBA-s, por do të detyrohen të kthehen në vendet e tyre të origjinës dhe të ndjekin procedurat përmes ambasadave apo konsulatave amerikane. Rregulli i mëparshëm që u jepte mundësi emigrantëve të ndryshonin statusin teksa jetonin në SBA, tashmë do të lejohet vetëm në rastet jashtëzakonshme. Kjo pritet të prek sidomos mbajtësit e vizave studentore apo turistike, të cilët shpesh tentonin të siguronin Green Card përmes martesës, punësimit ose ndryshimeve të tjera të statusit. Administrata Trump duket e vendosur të frenojë çdo rrugë që shndron një vizë të përkohshme në qëndrim të përhershëm. Vizitat në SBA nuk duhet të bëhen hapi i parë drejt rezidencës së përhershme, deklaroi zëdhënësi Jack Culler. Ndërkohë, masa të tjera kufizuese janë ndërmarrë edhe për vizat e punës. Vitin e kaluar, tarifa e aplikimit për vizën H1B për profesionistët e kualifikuar u rrit deri në $100,000, duke e bërë hyrjen në tregun amerikan shumë më të vështirë për të huajt. Sipas të dhënave zyrtare, në SBA lëshohen mbi 1 milion Green Card çdo vit dhe më shumë se gjysma e tyre aplikohen nga persona që tashmë jetojnë në vend përmes ndryshimit të statusit.